Gara në pistën e Newport në Tej po sjell një atmosferë të zjarrt garas dhe adrenaline për të gjithë të pranishmit. Kjo ngjarje në kalendarin e motocrossit kosovar ka mbledhur sportistë të gjitha kategorive me pjesëmarrje të gjerë vendore dhe rajonale. Gara po zhvillohet në kushte të plota organizative, duke dëshmuar rritjen e këtij sporti në vend. Është gara fundi për këtë vit në kategorinë MX, si përshini vetë ka musafir nga Shqipnia, ka nga Malizi, nga Maqedonia, domethënë kemi 10 nga Maqedonia, kemi një garus cili është pothuajse kampion në Ballkan. Kjo domethënë jemi këtu prej vitit 2007 dhe nuk do të ndalemi përkundrazi vërtetësive që i kemi me sponsorët me gjitha, po nuk do të ndalemi. Organizimin motocross team pejo pak i vështirë sepse jemi këtu në Kodër, kemi vërtetësi gjatë transportit, kemi vërtetësi me shumë sende, po jemi të fortë si klub. Po e bojmë për kënaqësi qytetit që peja të ketë një aktivitet të tillë, dhe të jetë një aktivitet mbar kombëtar. Si vjet është gara e tretë në MX, si për kampionati e MX-it po përfundon sot me pej, e kemi dikun edhe 3 garat e enduro. Prej kampionatit e MX-it zgjedhet në fund vitit sportisti më i mirë, i cili vitin tjetër e përfaqëson Kosovën në një shtet tjetër. Ne kemi base garus prej cilët janë zgjedhë kampion vitin e kaluar, që të kanë përfaqësuar si vjet Kosovën në Austri, Esberg Gredo, që u mojt gara dhe kanë kallëzuar një rezultat shumë të mirë atje. Tash jemi në ambrellën e timit, gjithçka monitorohet edhe nga pjesa e timit, organizimi apo mbi këtyre tjera që edhe nita orë dhe ka lyp më kon pjesë e kësaj gare në Bej. Dhe na ka premtuar që për vitin tjetër është në procedurë mas takimit që ka qenë këtu të botë një garë ndërkombëtare në Kosovë. Po investimi duhet në pista. Kem nevojë investim nëpër pista. Dhe sikur të vjen një garë ndërkombëtare në shtetin tonë, promovohet natyra, veni, sportistat e ri, që të patem shumë sportistat të ri, edhe beneficione tjera. Për herë të parë, kjo garë u vëzhgua nga përfaqësues të Federatës Ndërkombëtare të Motociklizmit, që ka dëshmuar një hap të rëndësishëm për afirmimin ndërkombëtar të Kosovës në këtë disiplinë. Interesi për zhvillimin e garave të standardeve më të larta u theksua edhe nga përfaqësuesja e Federatës së Motociklizmit Ndërkombëtar, duke nxitur shpresën për evente të rëndësishme botërore në të ardhmen. Kjo në të vërtet është hera ime e parë në Kosovë dhe jam vërtet e impresionuar me nivelin e aktiviteteve të federatës lokale. Ka qenë breslënë se të shohësh motivimin e madh që keni për zhvillimin e motociklizmit të Kosovë. Duhet ta kemi parasysh që federata juaj është ende e re, por keni zhvilluar aktivitetet tuaja në mënyrë të jashtëzakonshme. Natyrisht mbetet ende shumë për të bërë dhe pikërisht për këtë jemi këtu, për t'ju ndihmuar. Shpresojmë që në një të ardhme të afërt të mund të kemi gara të kampionatit botëror edhe këtu. Rezultatet e kësaj gare sollën e pa emrat që tashmë janë të njohur për publikun spordashës, por edhe garues të rinj që po ngjiten me shpejtësi në skenën kombëtare të motocrossit. Nga kategoritë më të reja deri tek elita e MX1, performanca në pistë dëshmoi përkushtim dhe përgatitje serioze. Unë jam një adhurues e madhe e Ninës, ajo me të vërtet duhet të jetë së shpejti në nivelin e kampionatit evropian. Po ashtu keni edhe garues të tjerë shumë premtues, keni disa të rinj që ishin të jashtëzakonshëm dhe në përgjithësi një numër shumë të mirë të garuesve konkurrues. Dhe pak e stresuar. Unë ushtroj çdo ditë, mas shkollës ushtroj se kam si rutinë. Priçi kam pas 3 vjet. Vajzat që hezitojnë domethënë me u marrë me sport, çka e kishte thonë shoqeve tuaja? Dhe më kon ndaj sport që veç djem të luajnë, hala mundosh edhe ti me. Kjo është gara e 4 që për marr vendin e parë, 4 gara i kom gjithsej, 4-8 gara vendin e parë. Çfarë bën të veçantë këtë garë, për dallim prej garave tjera? Se kom dru kategorinë, jam dalë me mosha më të mëdha, jam dalë me kategori më të madhe, jam dalë çush me thon me më të mëdha, edhe shumë diçka e madhe për mua. Më e vështirë u kon, ekstrem se do tash jo me mësu crossin e rije 100.000 sene. I rrezikshëm më shumë ky sport se për shembull nuk është shumë ndryshe me endurën, se për shembull endurën është mal, këtu është pistë, për shembull skoka mundesh me ra me thy kamë, duhet siguron që kom thy dorën. Është shumë rrezik, ekstrem është shumë sport i rrezikshëm, po diçysh e ka knatësinë vet. Koliko pati BMU evropski šampion. Dhe disa herë ka qenë kampion evropian në BMU. Pa ima princip na
Направила правилата се подруги на BMO-европски и кај нас. Këtu janë rregullat më ndryshe se rregullat e BMU-s dhe të Maqedonisë së Veriut. Се гледа за безбедноста на возачите. Shumë përparësi u japin edhe sigurisë shoferëve. Па добро е, сека конкуренција не се подценува. Дојдовме да видиме како е. Направивме и добар тренинг. Konkurenca është e mirë, nuk do të nëvlerësoj askënd dhe mendon që ka bërë një rezultat shumë të mirë. Kam qenë edhe kampion 2 vite më herët, ka pas konkurrencë, do thonë edhe në shtime, që kanë vora, kaçanek, tash edhe këtu ke konkurrenca mjaft e bukur, po ja dola. Na kom në Austri ka orë më të madhe që mohet në botë, në Eksberg, dhe atje kam dalë për 1200 garuze, kam dalë 120. Përfaqësuesit e Federatës Ndërkombëtare dhe ata vendore e vlerësuan lart organizimin e garës dhe motivimin e garuesve në terren. Megjithatë, mbetet e qartë se për të mundësuar gara të nivelit botëror në Kosovë, është e nevojshme përmirësimi i infrastrukturës dhe investimi në pista. Kjo është një nga kërkesat kryesore që u ngrit edhe gjatë kësaj gare, si kusht themelor për organizimin e eventeve ndërkombëtare në të ardhmen.